Koncensioni i aksit rrugor Thuman Kashar po zhvat sërish xhepat e qytetarëve me abuzimet që po kryen. Aktualisht tarifa për automjetet është 2.5 euro me TVSH. Po ku qëndron abuzimi? Sipas kontratës koncesionare, tarifa në lek duhet të llogaritet të bazuar në kursin zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë në datën e fillimit të operimit. Pagesa në këtë aks nisi më 4 janar 2025. Kursi zyrtar i fundit në atë moment, 31 dhjetor 2024, ishte 98.15 lek për 1 euro. Por kjo do të thotë se tarifa për automjet duhet të ishte rreth 245 lek. Në praktik, qytetarët paguajnë 2500 lek. Diferenca prej rreth 5 lekësh për çdo kalim mund të duket e papërfillshme për individin, por në shkallë vjetore prodhon efekte të konsiderueshme financiare. Sipas të dhënave të vet koncesionarit në studimin e fizibilitetit, të ardhurat e vitit të parë nga tarifat parashikohen rreth 26.85 milion euro. Ndërkohë të dhënat e buxhetit tregojnë se kjo shifër është e kaluar dhe shteti nuk ka paguar subvencion. Duke marrë në konsiderat fluksin e mjeteve dhe diferencën prej 5 lekësh për pagesat në monedhën vendase, përfitimi pa drejt llogaritet të jetë të paktën 500.000 euro në vit, nëse shumica e përdoruesve paguajnë në lek. Për 2 vite operim, kjo shumë shkon në rreth 1 milion euro. Pagesa në euro jo gjithmonë e mundur, edhe pse kontrata parashikon mundësinë e pagesës në euro. Testimet në terren tregojnë se sistemi i pagesës shpesh faturon në lek dhe kur përdoret karta bankare në euro. Kjo kufizon praktikisht zgjedhjen e përdoruesve dhe forcon aplikimin e kursit të diskutueshëm. Nga një diferencë minimale për qytetarët, skema rezulton me një përfitim të konsiderueshëm për koncesionarin, ndërsa një pjesë e të ardhurave përfundon edhe në buxhet përmes TVSH-s.